Edhe krejt publiku për zotën komente pozitive. Madhe për pozitivitet, nuk s'kena mu, nuk fol mu pra se gjo veç do futem, bëj muzikë, as merrem me njerëzit tu, do futem do galim në orë për shef, as du të floj lojnë, as du të fitoj lek, thjesht po më dhatë respektin, supertoni për muzikë, se unë du vetëm koncerte, va. A ke në program për në koncert, dhe më thonë, në të armen, në ke në datë saktume në i zonë? Jo, momentalisht duhet më thrasin shefat e klubeve me telefon, akoma s'm kanë marrë telefon. Ja, ata kanë lypë numrin. Jo, po thjesht as numrin nuk e kam zerën, po mund të kem kontakt nga Instagrami, direkt ke adresa ime Grizzly aka Ferrari. Okej, për këto klube që janë të interesuar te Instagrami, si ke Instagramin? Grizzly aka Ferrari është emri. Instagrami ose këtu. A pse mbiemrin e ke Ferrari kush? Jo, po e kom fiksim kush i Ferrarit, kush do ta bëjnë jetën time. Jo thash se ka shumë mbiemra Ferrari, për zotin, nuk e di shumë fal. Jo, e kom vonë kështu se kom fiksim Ferrarit kush me blen jetën time, kuptoj, e kom vonë Grizzly, që më thonë jam i shpejt si Ferrari për muzikë. Kështu për tripa muzike, nëse e kupton. Modern. Nuk ka se marrë vesh shumë nga, domethënë kjo lloj muzike, thonë jam më shumë për folklorike, a din si muzikë. Amo nuk kam vesh për këtë aspekt, amo shoh te reagimet e komenteve që janë krejt pozitive, domethënë krejt të qesh, nuk e di pse. Argëtohen. Krejt domethënë nuk asnjë të qajt, vetëm të qesh janë krejt. Vetëm një, domethënë në krejt komentet vetëm njëri ka qajt, që krejt të qesh janë. Veç po s'nash. Në jonë në qatë. Që du për më bu, po që du kalim në orë, për në i ma bet në gjokjoj. Pyte të atë kanë thirë në herë të portokallia, po si dhe ka të këtë portokalli? Ku t'i qonë? Po nuk bëjnë të këtë të portokallia, është? Jo, po i ftojnë personazhet për shembull, kanë një lloj programi ato që aftojnë i artistë një kështu sketch. Okej, jo thosë ti e, domethënë raper, jo humorist, mos gatrojnë zonat se ndoshta. Ato e thonë edhe për shaka, ato ftojnë. Okej, so jam i djallë Zoom për zotën, si kuptoj këta janë djallë Zoom të shela. Hetë qajni ju, atë qajni ju, që mos mirë. Më keni thonë mu, njëjtë po djallë Zoom edhe. Bravo kushë, rëndësi ka që vetë ndihesh mirë. Jam i lumtur, kjo, për këtë jam i gjohë që jam i lumtur. Ajo është gjë më me rëndësi, që ti ish i lumtur, edhe i bëjmë thirrje Big Brother Kosovës, Big Brother VIP Kosova. Për të mirën tuaj, jo për interesin tonë, por për të mirën tuaj mund të aftoheni çunin. Jam i gatshëm. Për të mirën tuaj që të keni, domethënë që të keni shikime ju. Po, mund të fitojnë shumë vota, mesazhe, gjona, fitojnë lek për me ato, nëse pa ato s'din përdorë. Po sigurisht e po. Ma xhoj cigare. Sigurisht që fitojnë. Jo mos e vërtet. Po kush ato mund të fitojnë nga unë, mund të bëhem si Luizi i dytë ose si Gjesti i dytë për ato i treti, domethënë. Po ato s'e kuptojnë dot. Se unë kam shumë me dhon kështu potencial me të folme me njerëzit aty mrena. Po nuk jam i fshirë se nuk më kuptot dot se nuk arrit dot shkoj dot deri atje, s'shkoj dot. Flas me kushon këtu, po s'flas dot atje, se s'm lejojnë me fol. Ama po të ma japin dorën, mund t'i jap shumë gjona të bukura për ato. Po të kenë kënaqësinë që të një gjën. Vetëm mund t'i prodhoj gjona të bukura. Po vëlla, mund të jetë shumë atje, si s'e kuptoj. Kom shku më vëlla deri ke Top Channel, 2-3 herë kom çu CV-n akoma, kanë thënë presi të mojnë telefon, nuk mojnë. Kosovën Prishtinë vazh, nuk është larg Prishtina? Jo, Kosovë ke Big Brother i Albania Shqipërisë, kom shku, kom çu CV-n këtë vit, e kam CV-n time. Domethënë, shkush CV-ja vëlla. CV-ja është domethënë gjithë karriera jote, emër mbi emër, ku ke le, e gjitha. Shkujt me kështu informacioni jo biografia jote, po me të shkujtme. Edhe ja çoj atyve. Ato e shohin, e lexojnë, interesohen, mojnë telefon. Nuk interesohen, nuk mojnë telefon. E kam çuçi para se të fillote Big Brother i Shqipërisë, jo i Kosovës. Pres që të telefonojnë, nuk kanë telefonuar akoma. Edhe kjo nuk më vjen mirë se kam shkuar të dy herë. Ngapim më vëlla. Jo, si kam dhënë numër fare, ato thjesht duhet marrin mund telefon, ato nuk marrin telefonin. Po vaja, ke lënë numrin. Ja kam lënë numrin në vëlla, po s'marrin telefon, kjo është problem tjetër. Po mos ja ke dhënë numrin nga ben, po them.
Shumë për shembull, ke dhënë numrin. Ja kam dhënë numrin e saktë, por ato nuk duan o plago, se ato nuk, ala nuk e din kush jam unë, po. Tash unë nuk mund të shkoj dot t'i bi dyrve me zor, i kam shku Mind Bodyguardat ke fillimi Portos, thon, ky është televizion që nuk mund të kalosh dot deri më tej dhe nuk mund të flasësh edhe me një njeri që i them du të fol vetëm me një njeri që është i produksionit, i programit. Jo po ti merr telefon Top Channel. E mora telefon sa menaxhoi zonin ajo e produksionit, nuk e di pse nuk kishin respekt pago, e fiku telefonin. Bona miron telefonin pa mbrapsh. Nuk më ngrejti mo telefon. Do Top Channel bani këto zona ju. Po edhe prej përmbytjeve ndoshta, edhe këto përmbytje që ka ndodhur tani, apo s'ka lidhje ndoshta. Jo, ishte përpara më kushëm. Përpara. Ai muaj e ca para vitit të ri, në fillim të dhjetorit. Para se të fillojte. Me datë 15 ka vazhdu, me 12 ka vazhdu. Unë kom shku që me 1 dhjetor. Ama ato nuk dun, një ditë ato të më kërkojnë shumë, po unë të shkoj kapse. Me noizin, noizin se doshen dikur, kurse sot i luten. Po tash avash buhen punët e mira, avash do buhen gjonat, do vinë ka dal me besim ke Zoti. Besoj se këtë vit do kem shumë sukses. Allon, inshallah, kam shumë shpresë në ty. E kam edhe një shok, Selen, është reper ai, po nuk e di a ke njoft, Mr. Sela. Sela së rinë Gjermani me kapele? Po, a? Jo, e njof për TikTokut, jo se e njof në jetë personale, po e di kush është, e shoku jotë. Po, a nuk rrinë Gjermani, jo kusho? Jo, unë e di, ma atë ti me ka menu se mos unë Gjermani, nuk e di në shaka po. Me kapele, aja është për shamu, po Mr. Sela, po nuk rrinë Gjermani, rrinë Hollandë. Po nesër s'ka di dhe po. Di kam, me gjitha të menimi se menoj që se unë Gjermani, se edhe unë Gjermani rri atje ku shkoj, në Gjermani në herë dhe nga kohë që kene qenë bashkë. Aja në Tiran, po Top Channel në Tiran. Po në Tiran, po jam Tiran, po në Dortmund jetoj në Gjermani. A, me qa mirë është Gjermani? Po kam vajnë tim atje dhe kina biznes familjar, më shumë moj makina, shesi makina, kështu. Kam edhe familjar tjerë, kam hallat e mija në Gjermani, për 25 vjetëve. Këki? Hallat e mija, motrat e babës. Po mirë, po hallat janë të martume, pëso janë punë veta. Jo, po, kom vlajnë tim që e kom vlajnë e gjakut, kom vlajnë me më që ishme dhe. Okej, Pashaport Gjermon, të shikon, ka 15 vjetë në Gjermani, ishme pashaport Gjermon. Marë mirë, inshallah. Edhe ti ku shkon punën me makina atje, po? Po, punoj atje me makina, po momentalisht unë du të rinë Shqipëri, sepse kam qëllimin e karrierës, du të ri këtu. Mos e le më zore vlla karrierën, gjëna për zotën në. Ja se nuk kam u kohë, vlla se jam 31 vjeç, po mos ta bëj tash këtë punë, s'ka më bëmë. Besoj se ke për të arrit, vlla. E shoh se je shumë i vetbindur, ke një vendoshmëri. Au sa mirë thashë, vendoshmëri të fortë. Po, kam besim ke vetja vlla për arsye se e njoh veten time artistikisht për muzikë, kam shumë vite. Po, unë e di të vërtetën, apo duhet ta shpall ke njerëzit tash? Njerëzit tash nuk kuptojnë. Do të më kanë shumë insistiv në ata që ndjen për mëna. Nuk e kuptojnë njerëzit gjatë. Galilei, mos e gatrosha emrin, nuk e di. Pa shumë vitesh, ai tha që bota është rromullakt, edhe njerëzit nuk e besoshin, e morën për budalla. Edhe djegën në flak, kisha ka djegën në flak atë, sepse ti po flet budallisem. To ka është shisht. Jo, ai tha rromullakt, e morën e djegën atë. E denunën me vdekje, se thanin që ti je njeri i smur me dorë. Mirë po, sot, ne kemi shpallë se e ra, ai pas ka qenë shumë i zuar, kishte pas drejt, po se kuptoshin njerëzit në atë kohë. Edhe ti ki do kesh të problem, tani për momentin njerëzit nuk të kuptojnë. Do të sulmojnë, do të parajgjykojnë, do të ofendojnë, mirë po do vini ditë që do të thonë, wow, na fal. Normal. Noshta jo tani, 100-200 vjeç. Do të me besu ke vetja se diçka e mirë do ndodhi, edhe me besim ke Zoti besoj se diçka ndodh. Unë kam pa shumë gjona që unë jam lutë shumë këto kohët e fundit. Këto 3 muajt e fundit jam falë shumë, a kuptoj se unë jam musliman edhe falem. Jam i kësaj feje, edhe tash unë kam pa që... A është haram muzika për musliman për shkak është haram muzika? Me thonë drejtën është haram. Drejt për drejt. Atë ti ke falësh te Allahut
me të një mundi diçka që është haram? Unë është diçka se unë nuk e kuptoj dot këtë gjë sepse përveç se kësaj gjoje më futem pak dyshime me veten kur mendoj që Zoti e krijoi dhe punën me kështu, domethënë një lloj profesioni e shpiku dhe muzikën. Tash ne jena njerëz të Zotit dhe muzikën e buni që të ofrojë njerëzit. Tash edhe njerëz të Zotit në histori më përpara ka pas Po momente që ka bën gabim vogël Zoti atë, ka shkruajt pak pa dash. Po vlla, jo, tash ju nuk e di a ka drejt Kurani, a kam drejt tuna, sepse ky është profesion. Tash Zoti ka i gjo, nuk duhet me bë idhujtari, thotë, domethënë për mua me bë idhull. Unë i them gjithë njerëzve që jeni dashamirë të muzikës time, as fanca, as i gjo ju po qeni mu, mos më boni mu idhujtari, po boni Zotin, i them. Se Zoti do t'i vetmi që duhet i knohet dhe do t'i folet jam unë. Okej, kush e i bje si kur unë për shembull nesër, du më shku më vraj njeri. Po bje fjala, a dhe thëmë, o zotëm një më ta vras filanin. Ja, s'është bona. S'është ashtu. S'mendoj se është ashtu se Zoti thotë kur vret njerin, ti nuk e mo portën. Jo, më edhe Zoti thotë që muzika haram, pra edhe me vra haram. A kupton, ajo jo nuk kem të marrë shembull idioton, shembulli im është shumë i lodhur, na mo po supozojmë shumë e qena drejt muhabeta tashu i bie që ne mos me jetu mu, valla se jeta është me shumë e padrejtësi, ne i falim na Zotit se bëjmë gabime për ditë edhe mundona mos me bot nes me gabimet, një gabim prap, amo tash unë se di këta është keq apo është mirë. Unë e bëj muzikën se është valla profesioni im. Tash i qofsha gabim, qofsha mirë, nuk i them njerëzve që veproni si unë. Ditën që unë do i lej jetën shpirtin këtu kur shkoj të gjykohem atje para Zotit, do të them për gjithë veprat që kam bërë. Nëse ka qenë po si shef e kam një smur për Zotin, apo halal, ë? Vetëm më kush që thu, je shumë fiks. Po ja kam një smur se mos po mendon se po e vjen për mendet mall apo diçka. Jo, për Zotin, po s'ka ditë por ç'a thu, por se ti je i mirë, por ti je pozitiv, ti je rob Zotit. Jo se du me të bëj qefin, po je tamam, po me ty njerëzit flasin pa njerëzit kur të flasin për keq vëlla dhe fillojnë të bëjnë veprime të mira, bona prako që bona shoh, sepse normalisht vëlla nuk mund të cenosh familjen tjetër ti kot për TikTok për fama, kupton. Pse vëlla ti duhet ta shash teatrin kur ti mund të thush fjalë të mira vëlla, se ne jena shqiptar, pse duhet të kena për çfarë medicioni tjetër vëlla. Ne do të jena shoh, do të jena vëllezër, si të ndihmojmë njëri tjetrin, si të ngrejna sipër, se jena shqiptar. Këngë e shkruan vetë edhe domethënë kredi ban vetë me muzikë, me këto kredi. Kompozitor, tekst shkrues, më regjisor videoklipësh. Gjitha dhe kështu stilist rrobash, fashion designer. Oh. Po, kom bëj stilime për shembull kuadër tip hopit, kështu si vishe mu me modelet e mia i bëj kreta unë, a kupton? Unë i bëj, nuk morr un stilist për këto. Veshjet, premen e mjekrës, vathët, aksesorët, unazat, kreta bërzylyqet. Krejt veti këtu. Po edhe krejt studion e kam bo vetë, gjitha me forcat e mia, tu punu në rrugë kusha. A kupton? Tu punu në rrugë kusha. Tu punu në rrugë kusha. Tu shit është kusha, shkurt në vetë. Po ti çan ke haram djalë, po. Po unë tu shit droga, a shë merresh me droga? Që me bo më kusha? Që ke papa, me dhe i lutesh Allahot me t'nimu? Po, vla, edhe i që bon brasi, a kupto, i lutet Allahot shef majna shpirtin, thot, që ose ti je fal me shpirt, a i ti fal gabimet, a mu nuk mundohem me bo keqe, vla. Ama këtë punë ka ngell që i vogël kjo profesion, sunë në ndryshe do të mu, dhe me formatin që i kam si muzikant nuk mund të bëjnë do të një punë normali, se në fotografajnë edhe karriera ime nuk bën mo me. Unë po pashtu punu ke supermarketi, si mo. Si jam mo këj muzikant. Që që mund ka ngell kjo punë në kusho, se s'kam punë tjetër me borë. Unë së ndryshe s'kam si me financu muzikën. Me që ta financoj? Baba jem, nona jem, s'kan lek me majt mu e muzikën. Më fali se kam qo, se një raper punën në supermarket, e fotografojnë edhe, i këpërlesh? Pizza joll për? Si i tha Fero, unë i gatilit. Ke pas punu pizza, i tha. Maroj sërje. Del lafi kusha, fiket karriera. Po fotografove, po filloj mindetit të fojë, do me thonë ti ke qena shumë. Ke pas bo pizza, thot ajo. Ti ke pas bo pizza, mërtjallë, s'ku do të të komtar. O pak për qesh kështu, po.
E vërteta është e hidhur që kjo gjë ndodh. Është sidomos në Shqipëri që njerëzit flasin shumë, plako. Valla, unë jam rrjellë, burr, aty rrje që atë ke rruga, rrje që atë ke Po muzikë, jem flas vetë ata se që... po se unë jam punëtor picash. Po po diun karrierë. Po unë që po thotë në supermarket, ndërtim nuk mundem me bërë rap. Mundesh, ama njerëzit kanë me përfol për emrin tatë, ty ndoshta s'ka me të pëlqy se kanë me thonë ti shumë muzikant i mob, a kupto, do të tregojnë për jetën tate përpara se të bësh shumë muzikë që ti ke pas Po bërë jo për po veçantare. tani, edhe rap edhe me punu ndërtim. Çfarë ka? Jo, ka njerëz, nuk kanë problem. Unë e kam shumë atë mendimin tim që s'është bën, a kupton? Po ka njerëz si Po bën. koncepti i kësaj, domethënë që ti nuk je gangster, kështu që s'bën dot muzikë rap. Po ta prishje imazhi. Okej, pra, domethënë se si mas logjikës rapit, për të bën rap duhet të jesh gangster apo edhe jo punëtor. Jo, s'e që thonë, se ka dhe rapista aktor, se ato si thonë në muzikë, nuk i kanë bën jetë reale. Shi shumë se s'du të përmend emra që janë... Si rrinë muhabeti në kam që Po sa ishi mësu mirë, është mësu mirë me libra, me studio, e kam mësu muzikën si shkollë. Nuk e kam mësu në rrugë, për që unë jam muzikant se si njoh notat, vetëm me vesh e një muzikën. E kom talentin e një me vesh e krijoj muzikën. E me fantazi edhe me vesh. Nuk e njoh muzikën, s'kam bëu shkollë muzike. Po ma kët punën e punëtorit, pse? Pse është e udhë për një raper që ose punon? Po s'është e udhë, po si me njerin me koncept, për shembull, unë si njeri se Nuk ka kanë shpejtës. Më falë, domethënë, një punëtor nuk kanë pecajol, nuk mundet me kanë raper sepse nuk e ke real, nuk e si thoni ju real, gangster. Jo, Po mirë, nuk e real, po mirë, kush janë bazut e gangsterat, që unë nuk jam i rëj, unë jam i rëj 3 me i burë, jo gangsterat. Ndam bazun të gangsterat, ti e din se gangsterat më të mëdhej të historisë njerëzimit që nifen, se nështë kanë disa janë që kanë linë e vdek, po jo kush, po qëtë që nifen, kanë fillu prej në zero, që pizzerion, për shumë Tony Montana, diti që ka kanë guzhin lava pjatë? Po, ai nuk ka qenë muzikant. Jo, gangster, a bazojit të gangsteri ju? Po në të vërtet ashtu linda jo, po ajo kultura ime vjen nga Amerika, domethënë nga zezakët që rrinë në Amerikë, që punojnë ka rruga. Në Amerikë ka një shprehje, prej në zero në president. Po s'bohet fjalë, po problemi është që ajo në imazh kur ti bëhesh famous, sepse ato reperët në Amerikë janë zezakë që bëjnë gjithë muzikë studio, ama nga na 200.000 ose 2 milion ose 5 milion këngëtarë që ka Amerika, 10 janë famoza, 50 Cent, Eminem, në këto emrat, këto tjerë të vritën në përlagje. Po pra, vritën në përlagje. Është ideologji që është së di, kjo jetu authentik, që të authentik kanë thonë para teje, do më thonë raperat e mëj, ama është idiotësi, se mundet me kanë punëtore, gangster mundet me kanë punëtore, treme mundet me kanë punëtore, djale mirë, unë së di pse punëtore e konsiderën rapi, do më thonë, si diçka dob, që kanë punëtore. Ta shkujoni koment, thot i popi, thuj ka lin nga rruga, jo nga puna, thot. Një komentus në fund. Një komentus në fund fare majta, se ka jamin, thot i popi, thuaj ka lin nga rruga, thot, jo nga puna. Nga rruga. Po jemë është çdo fjalë që flitet hip-hop thuj ati, flitet për gangster dhe. Ku ka të shkojtë në botë që një punëtor nuk kanë gangster? Bjerin të lash ati një punëtorit edhe shefe. Po shorte. Një të fanë. Për mu si individ, për mu si person, tonë qunat e rrugës janë shumë, se i thojnë rrugës, quna rrugës i rrinë të përmeni këtë fjallë, për mu janë kategoria me lullë me e krejt popullit. Për zotën e malë, mo të rime i ke punëtorit, bjeri një punëtorit, i shaja një punëtorit familjen, që ose ty nuk të zhdu, me së hunda më broft i lumë i zëtë. Së që tonë, i vëti e këtejtë nga... Biles, po ofendu kërkan se s'po du me ofendu kërkan, biles, shumë djemë të mirë preferojnë me punu, e mos më marrë me telefari robit se thot, po ma thot një fjallë të ronë, edhe do të me zhdu. Kurse i të në rrugaqave, si i thot i rrugë, me i shajnë ka 30 herë në ditë, i degenerohen në për telefon, ajo s'qap lek, jo më në plek, jo hajtë se po në kapin. Oja janë, në gjë, për menimin të më atoj ma një si mërguzimin me punu,
çdo ditë që ka falë Zoti, se sa njani thotë dhe me bën lek me mall. Me mall, bani më lek që se i Zoti më shok. Po ata që bën lek me mall nuk flasin hiç për mall. Për mu janë grada zhe. Ata që bën lek me mall nuk flasin për mall, o shok. E më përmend mallin ke punë me ta jo. Po. Për mu janë këtë valla, janë 13 vjeça, i kjo logjika është më rrejt bebek, sa që janë baby gang. Këtë, më rrejt fëmijët, më për Zotin nga mall. Po të betohem, po, o shok, janë më rrejt. O s'ka kur farë logjika, shok, o shok. A dim të se në ropa puna i keq unat më të fort Italisë. E plenat punojnë, o bua. Po va, në roba pune janë, në roba pune kanë oj tabakin, kanë ose firmën e timit, ose 2-3 senet vogla, e ata janë qunat, të shok, e nuk e dinte. Këta si rrinë rrugë, për janë legenda, të vla, qa të më folë, në tërgu dhe, se qa... A i sheshi modhi nuk delë aty më por dhe nuk do t'ja përmenin emrin fare. Po që e të tonë, për ja përmeni shduku, për ja përmeni emrin. Po që e të tonë, nuk, dhe më thanë, a disa përshtypje më bani, me më pa koshta këtë punu në big market, aty në supermarket dhe më bajnë fota dhe i ku kërë. Unë për zotën e malë. është duhet pak o kush. Është një fjallë që ka talent nga Kuksi, një hip-hop, rapera si që uni, është Babaleshe ka, adin? Babalesh. Po? E njof. Aja është djallë, unë kam respekt shumë për atë djallë, jo për muzikën që banë, ma shumë për personalitetin e ti, se punën në nërtim, tonë ditën e gjatë dhe muzikën e banë për pasion. Tani do të thushti ti... Edhe Babaleshi ka bo jetë në rruga, ka bo burga i gjona, sena. Ta shqip po punon. Po shok me bon burga i gjona është faliment, o vla. Jo, ka bo të njëton për para kësa jetë si po bo të shqisa, unë e di se punon Babaleshi. Edhe njëherë. Unë ka disa vitë që s'po baj burg mo, i bon e herë 2 muje, i herë 1 muje, mo shumë arrëshpje, po të burg s'kam ba mo. Se jam shumë i zotit tani. E të më gju? Jam shumë i zotit dhe më thonë që për 24 orë baj një autobus më avokat më të fuqishme në Italisë. Kam bon 8 vjetë në Itali, 4 e kam bon në Shqipëri. Një të kohën nuk kam kënë qënë rrugë i shkallë, kam qenë kokra budalë, se isha për pak, zëzë isha më rrugë, isha palë. Qa do më thoni, qënë rrugë i shkallë? Po vaj, po që të... Në gjë, vla, një arrestim është faliment. Tani tra, ma e burgën qak, e bane se burat, s'po thomë na me deviju me kopili, me budalise. Amo që se ti bjen burg, dhe më thonë dështove, vla. Ashtë faliment, nuk është një diçka me thonë, tani të bëhem rapper, të jem gangster. E më në shumë tonë, si të menen se kur bot burgë me thonë jam gangster, jam i fort. Po jo, gjë, të ra tani bane burgun edhe si burat rej, në le, se ka, me zjetë rrugë daljet flista për me dalë. Amo, që rënë burgun dështim shok, që ose unë nisëm sot me bua i punë, për i thëmë në thoi za punës, edhe më kapin, unë e dështova vla, huma. Normal. Në qovë se, zoti, mos bjen burgun, vla. Tani edhe bjen, o shok, se nuk ose s'bjen. Po thëmë, që mos e thuj, që mos e quj t'i ramin në burg se diçka e madhe, e mirë, ajo është dështim, ajo është humje, vla. Humje, diçka është hume. Po e qujmë si loj hume. Fitoj polici hume ti. është zotësia se sa inteligent dhe strateg jeti në rrugë, për me mësëron. Po shka në rrugë, o vla, se në rrugë rrinë legendat e prostitutat o vasë na fiksut me këtë rrugë. Rrugë. Prostitutat edhe pakira. Qunat nuk rrinë rrugë, o vla. Qunat rrinë në vila edhe në hotele me 5 vjeçar. Qa kjo rrugë, se na keni ba rrugën? Me kategori, nga rruga, nga të veçlit, këtë mdhejt, me rrallë. Në rrugë rrinë jetë 2 muj prej hallit, fillim se s'nje vendin, ato du të me jesë ose je barbënër. Mos e shkon me shton jetën tonë në rrugë, dhe më thënë se e kohë gra budalë. Pa harë bura. Qëk e ka për rruga, keni, am falë se në fakt repi, për musliman të është Koroni dhe Xhamia. Për katolikt është kisha dhe Biblia, kurse për reperat është rruga.
Zveni më i shenjtë, harrova, në vëni Allah se është. Ndoshta Në fakt të gjithë rrugën si vend shenjtë, në falë. Jo, ndoshta unë përpos ndoshta mund ta them për muzikën se kështu janë interpretu gjonat, ama këto që thotë ti unë i di, e vërteta ashtu është se në rrugë rrin vetëm ato që janë, domethënë të varfër plako me far kuptimi. Nuk rrin ato njerëzit që janë do të asaj gjoje që fliten bosat e mëdhej nuk duken kurrë. Siç është i bos në një lloj gjoje biznesmen në një gjë tjetër normale që nuk duket kurrë. Punëtorët të rinë rruga. Nëse nisi diçka nga zero, shkoj nesër në Amerikë, nuk kam mbështetje, edhe nisi nga zero, mund t'ja nisi si në lavapiati, si në ndërtim, si edhe në rrugë, si po thuti. Por nëse unë kam aftësit mendore, fizike, me lëvizje, me menu, me ecë, unë për do kohë do lëvizje edhe nga rruga, të zë do rriun e mas 20 vjeç në rruga lo. Se i bje që jem... Ate, pse pra e kënu një pikë në kategori zë? Po pra, po këta shi e kanë bo këshu këto burë kanë bo ke muzika këtë gjo. Unë të goj se si jetojnë ke muzika, nuk është se është mendimi im kjo gjo. Unë e di dhe interpretoj se ashtu është e kanë bo si kulturë këto. Ama për mu, unë kur jam keq dalë punoj që do lloj pune edhe zhdukem nga muzika, po nëse se jam i muzikës dalë punoj nga vështirësi si nxjerr veten e derisa të hypi prap. Se jeta siç thënë ti është me probleme, herë bjen burg. Nëse punon në ndërtim ose në market si s'është, por për mua është nder, unë nëse kush. Puna është nder, me vjell është turp vëlla, ose është në puna është nder, vëlla, çfarë lloj pune, edhe me punu, edhe ke plenat edhe çdo, sepse ti po puno edhe po ço buke shtëpia ke kalamojt e tu, po ma familjen tate, dhe Zoti ka kriju me punu. Deri në qafti aty lloj robit, se me shkon punë ditë për ditë asa ke. Po zbot lafë që është, po të më shumë është, domethënë nuk i druhesh një njeriu që flet shumë me gojë si qeni si lef edhe nuk tan, edhe muzikanta si bëjnë gam me gam. Ai si nuk njihet të vëlla, s'është fare muzikant, shko të noje ti atë shqipe se çat nam. Ai është gangsteri. Unë e shoh shumë. Një njeri që çon ditë për ditë në 7 mjesë të ikën punë, për familje flasim, aja sakrificë. A di shka të sakrificë? O në jemi i detë që po miron qap ati dhoj tipit, ashtë shumë majdonë të ta që unë të rrugët. Po sepse edhe këto e kanë dhe politikë të muzikantët, por si se të me në shit jetën e gangsterit, po në të vërtetë që janë gangstera, am kupton vllajnë tatë, e kanë politikë, si mu duk bukur o kusho. Se unë po të them si e strategjia e punës është mashtrim, është aktrim. Shumica nga artistat që po mos them shqiptar janë pseudo artistat të vetë quajtur. Me klikimet blejme kusho, me portalet bome, qku atje të pagujt lek, shpik mua bete, si me ne qëtër përmëndjes, klikimet e blejme. A kupto emrin e shit, a kupto dhe njerëzit publika për shemë populata nga një atlet kusho. Nëse jena për shemë të industrisë muzikës, unë e njoj nga poshtë, nga hapat e mrapshëm, dhe i ka jo ftyra ku del për para që e nëzera me videoklip. Edhe e di se qa pisli që është bohen mrapa. Sepse unë kam nejtë më artistat më leqi, po i sot e kësaj ditë për shemë Stina është ke Big Brother VIP Albania, është shoku im, ne kena qenë studio, kena punu bashk, jena mish, unë jam mik familje me Stinën që është ke Big Brother. Edhe para se të fuste mrena, ne kena oru, e kena bo disa festa, para se të fuste ke Big Brother. Edhe Big Basta, Kas Roziza, unë i njohi kretë artistat, që do më thonë disa nga artistat, jo të gjithë. Edhe them që muzika nuk është ata ashtu se që duket. To shesin një histori që do të duket e bukur ke publika që është edhe gënjeshtër. Si për të fitu lek, për të fitu sukses, për të bë koncerte, për të pasuru, edhe pasaj edhe nuk të dun t'ja din më fare edhe për ato që e kanë dhënë famën, për popullin. Se po t'i shohësh gjithë artistat që janë shumë të lartë, po kusho, se rrujnë më fare për njerëzit, a kupton. I duket vetë se ku janë Zoti. A kupton. Dhe me kun e s'ka tjetër. Edhe ti çfarë bëjnë, kanë dhe politika tjera. Sigurisht të them dhe gjon fazë ndërpreva. Nuk të lejnë edhe me knu në për klabe. I thon shepave klabeve që ti s'ke për ta këtu këtë artist, se unë nuk të viti këtu i thot. Edhe të bllokon edhe ty. Unë për shembull që jam artist i nuk më lejnë fare më u fut. E di pse? Se thot ai modi se s'po i bën më merma X i filoni. Atë s'ke për ta futur i klabi këtu. Sa unë nuk të shkel tu mrena. Edhe ato kanë interes që po të shkeli ai aty mrena ai gjithmonë bo lek. E vi njerëz aty.
E si mu më nxjerrja shlojë, sa do i talentuar jam unë, sa do i mirë, unë s'maj do të koncert. Po hapa në lokalin do të thirrje, nuk pesh kërkën. Po s'buat fjalë me kushë ne do vim këty për respekt do bëjmë gjë pas leka se gjë që thotë unë për shoqërinë unë jap shpirtin për shoqërinë, unë jam djali i shoqërisë. E suksesit, sinqerisht ndjohemi atje. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Respekt. Respekt. Të rrit Zotit, me të mira.